A do të ulen provizionet bankare pas kërkesës që guvernatori Trajko Slavesky u adresoi bankave. Bankierët thonë se ky është një vendim individual i çdo banke, po shqyrtojnë çmimoret dhe po kalkulojnë nëse dhe sa mund të ulen. Por rikujtojnë edhe premtimin e guvernatorit që Banka Popullore do të ulë tarifat që bankat paguajnë për përdorimin e shërbimeve në sistemin ndërbankar të pagesave në Maqedoni, MIPS. Банките веќе почнаа да си ги разгледуваат тарифите, тоа што го даде гувернерот, но како што и нагласив и тогаш, тоа е индивидуална одлука на секоја банка, односно на органите на управување на банката. Пред се треба да ги погледнеме тарифите, таму беше ветено и од Народната банка дека надолговниот промет на страната на трансакциите поврзани со МИПС ќе има ослободување од таа трансакција. Тоа се покомплексни пресметки за едното и за другото, така да во соодветно време ќе реагираат. Guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slavesky javën e kaluar u kërkoi bankave që të ulin provizionet për shërbimet e pagesave që u angarkojnë qytetarëve dhe kompanive. Nëse nuk bien dakord, ai kërcënoi me miratimin e një ligji me të cilin Banka Popullore do të rregullojë provizionet. Ако цените на електричната енергия, на природниот газ, на снабдувањето со вода, на телекомуникацијски услуги, како што кажав, се регулирани, така ќе бидат регулирани уште можеби од есен и цените на платежните услуги. Sipas Slaveskit, duhet të ulen ose të hiqen tërësisht, ashtu si në BE, provizionet për mirëmbajtjen e llogarisë së pagesave, bankat elektronike dhe mobile, pagesat ndërbankare në denar, tërheqjen e parave nga bankomatët të huaj dhe pagesën përmes terminaleve. Ai tha se Banka Popullore do ta bëjë hapin e parë duke ulur provizionet që u ngarkon bankave komerciale. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, bankat realizuan fitim prej gati 73 milion eurosh. Vetëm nga provizionet u mblodhen 44 milion euro nga qytetarët dhe sektori i biznesit. Viti 2024 u mbyll me fitim prej 283 milion euro dhe me të ardhura nga provizionet prej 115 milion euro.